Në të tjera zhvillime nga Shqipëria, guvernatori i bankës së këtij vendi, Ardian Fullani, u shpreh sot optimist për ritmet e pritshme të zhvillimit të ekonomisë shqiptare në vitin 2011. Gjatë një takimi të zhvilluar në Shkodër me përfaqësues të biznesit nga rrethet veriore të Shqipërisë, guvernatori Fullani tha se gjatë këtij viti pritet një zgjerim i ritmeve të kreditimit të ekonomisë nga ana e bankave, gjë që do të mbështesë më mirë ekonominë e vendit. Por zoti Fullani tërhoqi vëmendjen në drejtim të kredive të pakthyer dhe kërkoi përmirësime të mëtejshme ligjore për të zvogluar rrezikun e bankave në procesin e kreditimit. Korespondenti Plum Sulo sjell materialin vazhdim. Gjatë një takimi të zhvilluar në Shkodër me përfaqësues të biznesit nga rrethet veriore të Shqipërisë, guvernatori i Bankës Qendrore të Shqipërisë, Ardian Fullani, u shpreh optimist për zhvillimet e pritshme të ekonomisë shqiptare gjatë vitit 2011. Guvernatori Fullani tha se gjatë vitit kaluar, ekonomia shqiptare pritet të ketë regjistruar një rritje të kënaqshme, pasi gjatë tremujorit të tretë rritja ekonomike është vlerësuar në masën 4.9%. Në vitin 2011, esuria treguese makroekonomik pritet të jetë e ngjashme me atë të vitit 2010, Banka e Shqipërisë gjykon se harmonizimi i suksesshëm i vitit kaluar në politikën monetare dhe ato fiskale duhet vazhdojë më tej edhe në vitin 2011. Është një kusht mjaft i rëndësishëm për të pasur sukses në realizimin e objektivave për vitin 2011. Politika fiskale dhe monetare duhet të synojnë me dojë mos qëndrueshmërinë e këtyre treguesve, duke mbështetur gjithashtu rritjen ekonomike të vendit. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë tha se sektori bankar është i mirë kapitalizuar dhe se pavarësisht nga kjo ka disa drejtime që duhet të përmirësohen dhe ku Banka e Shqipërisë ka përqendruar veprimtarinë e saj mbikëqyrëse. Drejtimi i parë lidhet me nevojën për zgjerimin e veprimtarisë së kreditimit, një kërkesë e bërë her pas here nga Banka e Shqipërisë dhe njëkohësisht akoma më rëndësishme përmirësimit të cilësisë së kreditimit. Të dy këto element mund të mbështesin njëri tjetrin nëse veprohet në mënyrë të kujdesshme. Por unë mendoj që për të arritur sukses në kreditdhënie dhe në cilësinë e kreditdhënies duhet me dojmos që bankat të kenë politika të qarta zhvillimi për kreditdhënien, të kenë një informacion të plot dhe të kryen një punë të mirëfillt shkencore. Guvernatori Fullani tha se gjatë këtij viti pritet një zgjerim i ritmeve të kreditimit, kjo në saje të përmirësimit të situatës së likuiditetit dhe prirjes në rënje të normës së interesit në lek, gjë që ka lënë shenja pozitive që në 2 muajt e fundit të vitit kaluar. Por guvernatori i Bankës së Shqipërisë tërhoqi vëmendjen në drejtim të kredive me probleme. Zgjerimi i ritmeve të kreditimit ne besojmë do të mbështesë më mirë ekonominë gjatë 2011-s në saj të dy zhvillimeve mjaft të rëndësishme. Së pari, përmirësimi i ndjeshëm i situatës së likuiditetit, dhe së dyti, prirja rëndëse e normave të interesit për kredit në lek. Shenjat e para të një ecurie pozitive u dhanë 2 muajt e fundit të vitit 2010, ku ritmi vjetor i kreditdhënies u përshpejtua dukshëm. Në këtë proces, guvernatori Fullani tha se është e nevojshme ndërhyrja për përmirësime të mëtejshme ligjore për të ulur rrezikun e bankave në procesin e kreditimit, proces ky i nevojshëm për çlirimin e burimeve të reja financiare për kreditimin e mëtejshëm të ekonomisë shqiptare. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plum Sulo.